Thuaj vetes jam I lumtur, pavarësisht se sa keq mund të jesh, vazhdo ta përsërisësh, sepse përsëritja është zakon, dhe përsërite sa më shumë të mundesh gjatë ditës. Praktikoje dhe praktikoje. Përsëritja është ajo që krijon zakonin. Pastaj një ditë kur të zgjohesh, nuk do të kesh më nevojë të thuash unë jam I lumtur, sepse tashmë është marrë informacioni dhe gjeje çfarë? Ti je I lumtur. Pse? Sepse me të instaluar ky program, shprehja e kësaj vedije do të manifestojë atë program.